Do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë në letra e parë e apostullit Paul drejtuar Timoteut. Kapitulli i parë, vëllezër. Le ta shohim me vëmendje çfarë Zoti do të na jap sot. Faqja 243. Letra e parë e apostullit Paul drejtuar Timoteut, kapitulli i parë, nga fillimi, vëllezër. Pali, apostulli i Jezus Krishtit, me urdhër të Perëndisë, shpëtimtarit tonë dhe Zotit Jezus Krisht, shpresës sonë, Timoteut, birit të vërtet në besim, qirë, mëshirë dhe paqe prej Perëndisë Atit dhe prej Krishtit Jezus, Zotit tonë. Ashtu si të nxita kur u nisa për në Maqedoni, qëndron në Efes, për të urdhëruar disave të mos mësojnë doktrina të tjera, dhe të mos merren me pralla dhe me gjenealogji që s'kan të sosur, të cilat shkaktojnë përçarje më tepër se sa vepra e Perëndisë, që mbështetet në besim. Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur. Disa, duke u shmangur nga këto gjëra, u kthyen në biseda të kota dhe duke dashur të jenë mësues të ligjit, nuk kuptojnë as ato që thonë, as ato që pohojnë. Dhe ne dimë se ligji është i mirë, në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Duke ditur këtë, që ligji nuk është vend për të drejtin, por për të pabesët dhe rebelët, për të ligjtë dhe mëkatarët, për të pamëshirshmit dhe të ndyrët, për ata që vrasin babe nënë, për vrasësit, për kurvarët, për homoseksualët, për grabitësit, për të remët, për ata që shkelin betimin, për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Sipas ungjillit të lavdisë të lumit Perëndi që më është besuar. Dhe e falenderoj Krishtin, Zotin tonë, që më bën të fortë, sepse më çmoi të denjë për tu besuar, duke më vënë në shërbimin e tij. Që më parë isha blasfemues për ndjekës dhe i dhunshëm, por mu dha mëshira, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Kështu hiri Zotit ton teproi pa masë, me besimin dhe dashurinë që është në Jezus Krishtin. Kjo fjalë është e sigurt e denjë për tu pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. Por prandaj u mëshirova që Jezus Krishti të tregoj më përpara në mua gjithë zemërgjërësinë, për të qenë shembull për ata që besojnë në të përjetë të përjetshme, dhe mbreti ta mëshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi, të ditur, i qoftë nder e lavdi në shekujt e shekujve. Amin. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja, për fjalën që vërtet, vëllezër, aleluja, është kaq shumë e domosdoshme që të jetë në dorën tonë vazhdimisht. Ky libër, thot fjala e Perëndisë, asnjëherë mos u ndaft nga dora jote, sepse fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, është vërtet vendi ku ne shohim veten, pasqyra jonë, është vendi vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja,
ku ne marrim fuqi, falenderojmë Perëndinë, është ushqimi ynë që vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, ne forcohemi në fjalën e Perëndisë, lavdi emrit shenjtë. Nëpërmjet fjalës, motra dhe vëllezër, kuptojmë se si Zoti vepron në çdo person të zgjedhur nga Perëndia. Duke lexuar fjalën, kuptojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë vepër të madhe të Zotit në jetën tonë. Pali, ku të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, e njohim jetën e apostullit Paul, se si ishte vërtet një përndjekës i kishës. I dhunshëm, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, që do të thotë përdorte forcën kundër të krishterëve, i detyronte që t'i fuste në burg, motra dhe vëllezër, aleluja, një përndjekës i kishës. Dhe këtu thotë, motra dhe vëllezër, apostulli Jezu Krishtit tani. Jeta e njeriut, motra dhe vëllezër, aleluja, nga padia, merr një rrugë të pakuptimtë dhe nuk e di njeriu se çfarë po bën. Dhe nuk e di ku shkon, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe duke parë turmën, ndjek turmën. Kështu kemi qenë dhe ne më përpara, si gjithë të tjerët, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe gjendja jonë gjithmonë zhytej në vështirësi. Si gjithë të tjerët, thoshim, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ne qëndronim në mëkat, pa e kuptuar. Por mëshira dhe dashuria e Perëndisë, që nuk kanë kufi, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi në jetën tonë dhe ndryshoi gjithçka. Ne e pamë, motra dhe vëllezër, aleluja, se si vepronte Zoti në çdo njeri prej nesh. Në fillimet e besimit tonë, motra dhe vëllezër, ne mrekulloheshim se si Zoti vepronte me fuqi të madhe dhe na çlironte nga të gjitha ajo ngarkesë që ne kishim në vite, motra dhe vëllezër. Dhe në Krishtin bëheshim të lirë. Vraponim lavdi emrit të shenjtë. Dhe kjo nuk ishte nga ne, por kjo ishte nga Perëndia. Dhe gjithçka që shohim tani dhe kuptojmë është që nëpërmjet fjalës të Perëndisë, kuptojmë dorën e Zotit se si vepronte lavdi emrit të shenjtë. Të njëjtën gjë me apostullin Paul, motra dhe vëllezër, që sot thotë apostulli Jezu Krishtit. Apostull do të thotë shërbëtor i Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja. Për të shpërndarë fjalën e Perëndisë, të vërtetën, nga një përndjekës në një apostull, thotë. E falenderojmë Perëndinë. Me urdhër të Perëndisë, Zoti, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, e ka urdhëruar të shkruajë të zgjedhurve. Me urdhër të Perëndisë, thotë, shpëtimtarit tonë dhe Zotit Jezus Krisht, shpresës tonë, Timoteu. I shkruan, motra dhe vëllezër, aleluja, një letër Timoteut për të kuptuar, dhe vetë Timoteu, sepse dhe Timoteu një njeri i lindur, motra dhe vëllezër, aleluja, në besim, i rritur në një familje ku adhuroi emri Perëndisë. Njohës i shkrimeve, e falenderojmë Zotin, përsëri ka nevojë, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, me urdhër të Perëndisë, t'i shkruaj një letër për të kuptuar gjërat që ndodhin. Shpeshherë themi, si mund të ndodhin këto gjëra, motra dhe vëllezër, aleluja? Midis vëllezërve, midis besimtarëve,
Mund të ndodhin gjëra të tilla dhe prandaj nëpërmjet fjalës shohim dhe kuptojmë që gjithçka i ligu bën motra dhe vëllezër, aleluja, për të rrëzuar të zgjedhurin e Perëndisë. Prandaj na këshillon Zoti vazhdimisht nëpërmjet fjalës të Perëndisë, nëpërmjet frymës të Perëndisë që i flet motra dhe vëllezër çdo personi, rini zgjuar. Kini kujdes, ruajeni veten. Ashtu siç të nxita kur u nisa për në Maqedoni, qëndro në Efes për tu urdhëruar disave të mos mësojnë doktrina të tjera. Ashtu siç të nxita, thot motra dhe vëllezër, aleluja, kur u nisa për në Maqedoni, qëndro në Efes. Dhe këshillo, thot motra dhe vëllezër, aleluja, sepse disa dëgjojnë doktrina të tjera, thot. Doktrina jonë, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, është Jezus Krishti. Ne nuk jemi një fe, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë. Zoti na nxori nga tradita jonë, nga feja jonë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe çfarë bëri? Erdhi në jetën tonë, na dha frymën e tij, është fryma e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, që bëri një popull të tij. Jo një fe, motra dhe vëllezër. Një popull që udhëhiqet nëpërmjet fjalës të Perëndisë, nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë dhe qëndron, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë doktrinë. Doktrinë që do të thotë fjala e Perëndisë i udhëhequr nga fryma e shenjtë. Lavdi emrit të shenjtë. Por thotë, qëndron në Efes për të urdhëruar disave të mos mësojnë doktrina të tjera, që të mos merren me pralla dhe me gjenealogji që s'kan të sosur, të cilat shkaktojnë përçarje më tepër se sa vepra e Perëndisë që mbështetet në besim. Duke u marrë, thot, me gjenealogji, thot motra dhe vëllezër, unë kështu, unë them kështu, ne mendojmë kështu, gjitha këto, thot motra dhe vëllezër, shkaktojnë përçarje, nuk janë nëpërmjet besimit, nuk janë nëpërmjet frymës të Perëndisë që të udhëhiqen vëllezërit, sepse fryma e Perëndisë është dhënë, motra dhe vëllezër, për të qenë në kisha në unitet. Nuk mundet të jetë vepër e frymës të Perëndisë, po dhe ne kemi frymën e shenjtë. Vepra e frymës të Perëndisë është që kisha të jetë e lidhur mirë fuqishëm, si një trup i vetëm, thot motra dhe vëllezër, në unitet me njëri tjetrin, në dashuri, në besim, pa përçarje, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj është domosdoshme, Timote, që ti të shkosh në Efes dhe të kesh parasysh ndodhin këto gjëra. Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur. Qëllimi që unë po të urdhëroj që të kenë kujdes, thotë, besimtarët, është motra urdhërimi dashuria, thotë, prej një zemre të pastër. Ky është qëllimi i gjithë urdhërimit që unë po t'ja. Nëse vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, ka dashuri në një popull, në besimtarët, motra dhe vëllezër, aleluja, dashuria është fryti i frymës së Perëndisë. Dhe dashuria, diku në një vend tjetër, po fjala e Perëndisë na thotë, nuk kërkon të sajat.
Dashuria fal, motra dhe vlezër, aleluja. Dashuria si fryti i frymës mbulon gabimin e vllait. Nuk zbulon, motra dhe vlezër, nuk merret me fjalë. Por çfarë? Shkoni vlezër. Prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur. Kjo është dashuria dhe qëllimi i këtij urdhërimi është pikërisht kjo, thotë. Që të kemi një dashuri të pastër, një zemër të pastër dhe një besim jo të shtirur, motra dhe vlezër, aleluja. Si mundet, motra dhe vlezër, aleluja, unë kam frymën e Perëndisë, kam dashuri, kam besim, motra dhe vlezër, aleluja, dhe nuk e tregoj në jetën time besimin tim. Nuk e tregoj në jetën time frytin e frymës të Perëndisë që banon në mua. Nuk kam paqe, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk kam durim, nuk kam vetë kontroll. Si mundet të them, motra dhe vlezër, aleluja, që jam një besimtar i zgjedhur nga Perëndia? Kur fryti i frymës nuk tregon jeta ime, nuk tregon, motra dhe vlezër, aleluja, në jetën time, që është dritë, motra dhe vlezër, aleluja, për të tjerët. Kush është dritë për të tjerët, vlezër? Fryti i frymës të Perëndisë. Fryma që Zoti mua më ka dhënë dhe më ka thënë, do t'ju dërgoj si delet në mes të uqërve. Ky është fryti që do t'i japë çdo besimtar, motra dhe vlezër, aleluja, nëse ne vërtet do t'i qëndrojmë në këtë besim, në këtë vepër të Perëndisë. Për shkak të emrit tim, thot, ju do të përdiqeni. Për shkak të emrit tim, ju do të vuani, thot, motra dhe vlezër, aleluja. Do t'ju shajnë, do t'ju fyejnë, bile do t'ju vrasin, do thonë 100 të zeza për ju, thotë, për shkak të emrit tim, sepse ju qëndroni në fjalën time. Do t'ju ndodhin të gjitha këto gjëra. Dhe Zoti kur na lajmëron që për shkak të emrit tim do t'ju ndodhin këto gjëra, çfarë është kjo? Fuqi, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti thot, edhe mua mi bën këto gjëra, do t'ja u bëjnë edhe juve. Atëherë jemi në rrugën e ngushtë që do Zoti, motra dhe vlezër, kur të ndodhin të gjitha këto gjëra. Jo pse më ndodhin mua, do t'ju ndodhin, thot, kjo është rruga e ngushtë, vlezër, e falenderojmë Perëndin. Për shkak të qëndrueshmërisë tonë, në besimin që ne, motra dhe vlezër, aleluja, e morëm nga Zoti ynë. Ju do jeni të mësuar nga Perëndia. Nuk mësohemi, motra dhe vlezër, nga njerëzit, por mësohemi nëpërmjet frymës të Perëndisë që është në ne. Ju do jeni të mësuar nga Perëndia. Lavdi Zotit, vlezër. Disa, thotë, duke u shmangur nga këto gjëra, u kthyen në biseda të kota. E kthyen besimin, motra dhe vlezër, aleluja, në biseda të kota. Në biseda që nuk kanë vlerë dhe nuk ndërtojnë trupin, motra dhe vlezër. Nuk ndërtojnë bashkësinë, por sjellin, thot, përçarje në bashkësi. Disa vepruan, thot, motra dhe vlezër, aleluja. Duke dashur që të jenë mësues të ligjit. Nuk kuptojnë as ato që thonë, as ato që pohojnë. Nga dëshira e tyre për të qenë mësues, motra dhe vlezër, aleluja, për të qenë drejtues, e falenderojmë Perëndinë, çfarë bëhen, thotë? Nuk kuptojnë as ato që thonë,
Dhe as ato që po ojnë. Dhe tema sot, motra, aleluja, është pikërisht ky varg që po lexoj tani. Shikoni me vëmendje. Dhe ne e dimë se ligji është i mirë në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Duke ditur këtë, se ligji nuk është vënë për të drejtin. Tham pak më përpara, vëllezër, e falenderoj Perëndin që Zoti erdhi dhe veproi në ne. Na çliroi nga mëkati dhe ne shihnim dorën e Zotit se si Zoti na lehtësonte barrën, motra dhe vëllezër, aleluja. Ç'do të thotë, na bëri të lirë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Jo ligji. Dhe kur Zoti na dha fjalën e Perëndisë, ne tham amin në fjalën e Perëndisë. Pse? Sepse ishim çliruar nga mëkati, motra dhe vëllezër. Dhe ligji është i mirë, thotë, për të drejtin. Nuk është bërë, motra dhe vëllezër, aleluja, për të drejtin, thotë, sepse i drejti e pranon të jetë me ligje. Ecën sipas fjalës të Perëndisë dhe nuk e shikon ligj të detyruar fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Por e bën i lirë, i çliruar. Këtë bëri Zoti në jetën tonë në fillim fare, motra dhe vëllezër, aleluja. Na çliroi nga mëkati dhe na bëri krijesa të reja, krijesa të lira, që fjala e Perëndisë për ne është udhërrëfyes. Jo një ligj, motra dhe vëllezër, që bëhet me detyrim, por është e vërteta që Zoti na jep, motra dhe vëllezër, dhe ne e pranojmë. Por, thotë, duke ditur këtë, që ligji nuk është vënë për të drejtin, por për të pabesët, për rebelët, thotë, për të ligjtë dhe mëkatarët. Dhe çfarë ndodh, motra dhe vëllezër? Në fjalën e Perëndisë, të gjithë këta njerëz, motra dhe vëllezër, aleluja, e shikojnë ligj fjalën e Perëndisë. Vërtet është ligj për ata, motra dhe vëllezër, aleluja, por ata nuk qëndrojnë dot në fjalën e Perëndisë. Ata qëndrojnë në gjendjen e tyre. Nuk janë çliruar, motra dhe vëllezër, aleluja. Pikërisht nga gjërat që Zoti na çliroi ne. Dhe i shikojnë të vështirë, motra dhe vëllezër, aleluja, ligjin e Perëndisë. Shiko si thot fjala. Duke ditur këtë se ligji nuk është vënë për të drejtin, por për të pabesët dhe të rebelët dhe të ligjtë dhe mëkatarët, për të pamëshirshmit, për të ndyrët, për ata që vrasin babë e nënë, për vrasësit, thot motra dhe vëllezër, për kurvarët, për homoseksualët, për grabitësit, për të remët, për ata që shkelin betimin, dhe për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshme. Për ata, motra dhe vëllezër, aleluja, kur lexojnë në fjalën e Perëndisë, nxjerrin 100 gjëra dhe thonë, nuk është kështu, motra dhe vëllezër, aleluja. Po si nuk është kështu, motra dhe vëllezër, aleluja, kur Zoti vërtet na mëson se si duhet të ecë populli i tij. Populli i çliruar nga mëkati, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe i ka dhënë një rrugë, motra dhe vëllezër, Zoti, në këtë rrugë do të ecësh. Dhe populli i zgjedhur i Perëndisë, i çliruar nga mëkati, i çliruar nga të gjitha këto gjëra, motra dhe vëllezër, ecën në këtë rrugë. Lumë, thot Zoti, ai që do të qëndrojë deri në fund. Pse? Sepse i ligu pikërisht këtë ka për detyrë të bëjë. Të na devijojë nga kjo e vërtetë, motra dhe vëllezër, të na devijojë nga rruga të cilën Zoti ka nisur me ne. Është e vështirë, motra dhe vëllezër, aleluja, të qëndrosh në të vërtetën kur je në mëkat. Është e vështirë të ecësh me të vërtetën, motra dhe vëllezër, aleluja,
kur ti nuk mundesh, motra dhe vlezër, aleluja, nuk je i çliruar nga dëshirat tënde mishore. Nuk kemi kuptuar, motra dhe vlezër, aleluja, shumë herë, cila është kjo thirrje hyjnore, motra dhe vlezër, që Zoti na ka bërë. Ku duhet të shohë njeriu, motra dhe vlezër, aleluja? Zoti thotë, kërkoni gjërat që janë lartë. Ato janë gjërat që kërkon, motra dhe vlezër, i zgjedhur i Perëndisë. Jo ato që janë poshtë, motra dhe vlezër, aleluja, në tokë, por gjërat qiellore. Sepse ju jeni qytetarë qiellor tani. Dhe qytetarët qiellor bien në sy, motra dhe vlezër, aleluja, me jetën e tyre, me ato kërkesa që kanë, me ato dëshirat që ata kanë, bien në sy, nuk janë si të tjerët. Nuk kërkojnë gjërat që kërkon bota, motra dhe vlezër, aleluja. I krishteri është një krijesë tjetër. Qëndron për të bërë vullnetin e Perëndisë tani, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk qëndron për të jetuar, motra dhe vlezër, këtu, por qëndron që të ecë dhe të bëj vullnetin e Perëndisë këtu për sa kohë Zoti e lejon. Dhe falenderoj Krishtin, Zotin ton, që më bën të fortë, sepse më çmoi të denjë për tu besuar. Shko, çfarë vepër thot apostulli Paul ka bërë në mua Zoti. Prandaj thotë falenderoj Krishtin, Zotin ton. Dhe shikoni me vëmendje, vëllezër, aleluja, thirrjen që Zoti i bëri Saulit, apostullit Paul sot, dhe jetën me Krishtin të apostullit Paul, vëllezër, aleluja. Cila ishte rruga e apostullit Paul? Si shërbëtor i zgjedhur, eja tek unë. Kush je ti, Zot, që më thret? Unë jam Jezus Krishti, që ti përndjek. Me veprimet e tua, ti përndjek Jezus Krishti. Dhe jeta e ti ndryshoi, thot motra dhe vlezër, aleluja, nga një përndjekës i Krishtit, u bëj përndjekur, motra dhe vlezër, aleluja. Përndiqej për të vërtetën. Përndiqej sepse besoj në Krishtin, vlezër, e falenderoj Perëndin. Prandaj thot, dhe e falenderoj Krishtin, Zotin ton, që më bën të fortë, sepse më çmoi të denjë për tu besuar, duke më vënë në shërbim të ti. Më besoi diçka, dhe për këtë e falenderoj Perëndin, thotë, që më besoi diçka, më thirri, dhe më besoi diçka, shkoni vlezër, për të më vënë në shërbimin e ti, që unë ti shërbej Krishtit tani. Jo vetes, motra dhe vlezër, aleluja, por ti shërbej Zotit, për këtë jemi thirrur. Që më përpara isha blasfemues, thot, jeta ime më përpara si ishte, përndjekës dhe i dhunshëm, por mu dha mëshira, dhe ne të gjithë, vlezër, falenderojmë Perëndin, kështu kemi qenë, por na u dha mëshirë nga Perëndia, gjetëm hir përpara Perëndisë. Ty, thot Zoti, të kam zgjedhur. Ty të dua, thot Zoti, biri im, bija ime. E falenderojmë Zoti. Të jetojmë së bashku në mbretërinë time. Mu dha mëshira, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Të gjitha këto gjëra që bënja, i bënja nga padia dhe nuk kisha besim. A nuk besonte Pali më përpara, motra dhe vlezër? Kur thot këtu, i bëra nga mosbesimi im? Kishte traditën, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin. Dhe e quan mosbesim në Zot. Tradita ime nuk më çoi as gjikundi. Por çfarë më bëri? Përndjekës të së vërtetës.
tradita, nuk e shpëton njeriu, vëllezër, e falenderojmë Perëndin, por ne kështu e kemi. Nuk e shpëton njeriu, motra dhe vëllezër, tradita. Por Jezus Krishti e shpëton njeriu. Nëse Jezus Krishti vjen troket në zemrën tënde sot është ora të thuash, po Zot, eja në jetën time. Më çliro Zot, aleluja. Nuk kuptova deri tani, Zot. Kështu hiri Zotit ton teproi pa masë në besimin dhe dashurinë që është në Jezus Krishtin. Kështu, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti erdhi në jetën tonë, thot, na mbushi plot me dashuri dhe me besim në Zotin, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të shenjtë. Kjo është një vepër që Zoti bën në çdo njeri që vërtet e do Zotin, që vërtet dëshiron t'i shërbejë Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Mos harroni një shëmbëltyr që Jezus Krishti i ju thoshte turmave, motra dhe vëllezër, përsa i përket farës, fjalës të Perëndisë. Një pjesë e farës thot, motra dhe vëllezër, kur doli mbjellësi, ra për gjatë rrugës. Dhe zogjtë e qiellit e morën dhe e engrën, thot, dhe nuk zuri vend në zemrën e tyre. Një pjesë e farës thot, motra dhe vëllezër, ra në gurishte. Dhe nuk kishte vlagë, thot, dhe mbiu vërtet, ishte e bukur fjala e Perëndisë, por kur erdhi ora e sprovës, kur doli dielli, thot, u tha, kur erdhi ora e sprovës që të provoj, nëpërmjet fjalës të Perëndisë do qëndroje, ai u tha, thot, jo, nuk është kështu. Pse? Sepse nuk e pranonte dot, motra dhe vëllezër, aleluja, fjalën e vërtet. Një pjesë tjetër ra, motra dhe vëllezër, në ferishte, dhe dëshirat e kësaj bote ja zunë frymën, dhe e bënë krishter të pafrytshëm. Nuk jepte fryt, motra dhe vëllezër, për të cilën Zoti e thiri. Pse? Sepse u bashkuan bashkë edhe dëshirat mishore, edhe dëshirat tona, motra dhe vëllezër, për të jetuar në këtë botë, dhe çfarë ndodhi? E bëri një besimtar të pafrytshëm. Një pjesë tjetër thot, motra dhe vëllezër, aleluja, në tokë të mirë, që do të thotë një pjesë ra në një zemër që ishte pastruar, motra dhe vëllezër, aleluja, në një zemër të pastër që kërkonte Zotin dhe thoshte, Zot, të dua. Heja në jetën time. Dhe Zoti erdhi, motra dhe vëllezër. Në të tëra këto zemra Zoti erdhi. Dhe ajo zemër, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, që ra kjo farë, thot, solli shumë fryt. 100 fish, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Prandaj Zoti thot, kërkoni, motra dhe vëllezër, të jeni të qëndrueshëm. Qëndroni fort në atë çka mësuam nga Perëndia. Sepse të gjitha këto ndodhin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe janë mësime për ne. Të gjitha që shkruhen në fjalën e Perëndisë janë mësim për ne. Prandaj ne e shohim fjalën e Perëndisë si pasqyrë, e shohim si ushqim, motra dhe vëllezër, aleluja. E shohim si fuqi për të na për të rirë. Kjo fjalë është e sigurt e denjë për të pranuar plotësisht që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët. Kjo fjalë është e pranuar, thot, motra dhe vëllezër, Krishti erdhi për mëkatarët. Jo që t'i qëndrojnë në mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja, por t'i shpëtojë mëkatarët nga mëkati, sepse mëkati e çon njeriu në vdekje. Dhe Krishti erdhi u flijua, e mori mëkatin ton, e kryqëzoi në trupin e tij në kryq, që ne, motra dhe vëllezër, aleluja, të jemi pa mëkat. Që gjaku i Krishtit
që derdhet për ne, motra dhe vëllezër, në kryq të Golgotës, të na pastrojë nga çdo mëkat, nga çdo lloj ndotjeje, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne të qëndrojmë në këtë besim që Zoti na ka dhënë. E falenderojmë Perëndin. Është vërtet e vështirë, është vërtet e ngushtë rruga, por me Krishtin është e mundur, vëllezër. Lavdi, është e pamundur për njeriu që të ecë me fjalën e Perëndisë. Është e pamundur për njeriu. Ju s'po të bëni dot asgjë, thot Jezus Krishti, pa mua. Por me Krishtin është e mundur, vëllezër. Lavdi e emrit të shenjtë. Prandaj thotë, u mëshirova që Jezus Krishti të tregoj më përpara në mua gjithë zemërgjerësinë, për të qenë shembull për ata që do të besojnë në te, për jetë të përjetshme. Shikoni vëllezër çfarë thotë. U mëshirova nga Perëndia, hoqi mëkatin tim Zoti nga mua, thotë, që të tregoj më përpara në mua gjithë zemërgjerësinë, për të qenë unë, thotë motra dhe vëllezër, shembull për ata që besojnë në te, për jetën e përjetshme. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja, që erdhi Zoti në jetë. Të jemi shembull për të gjithë ata që besojnë në Krishti në jetën e përjetshme. E falenderojmë Zotin. Dhe mbreti ta mëshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi të ditur i qoftë nder e lavdi në shekuj të shekujve. Amin. Zoti ta bekojë këtë fjalë, vëllezër.